Mirëserdët te Kulle Vaçalongut, jemi te kati lartë. Këtu ku ngjit dy palë shkallë që të vish këtej dhe po shikojmë këto të Budës, po do shikojmë te pamja nga ana tjetër. Shikoj, mund të zbresësh të hipesh dhe nga kjo ana këtu. Ti është pjesa e parkingit. Këto supozohet janë me flori. E në pjesa sipër. Dhe mund të shikosh një lotos atje. Lek kanë hedhur njerëzit atje brenda. Okay. Ofertë që bëjnë për një e tyre dhe këtu para ke pamjen për pjesën tjetër atje. Mes të qelbërimit 31 gradë Celsius. I dëgjon ato si fishek zjarre janë për të falenderuar. Pasi ndodh diçka, pra ti ke menduar apo je lutur apo ke punuar fort për diçka, nëse ka ndodh, atëherë hedhni ato fishek zjarret. Kjo supozohet është pjesa e sipërme e kokës së Budës. Po të shikosh një statuj të Budës edhe brenda, kjo është pjesa sipër. E kjo është pamja. Këtu nga një vetë. Thonë që kjo ndërtesa brenda ka dhe një pjesë të kockës së Budës. Jo shumë interesante, ja. Ka me çorape, këta duhet jenë europian. Vazhdojnë fishek zjarret ne. Në lekët e tipi. Ja, kjo është e pjesë.